Ivan Vuković, nënkryetari i Partisë Demokratike të Socialistëve DPS dhe deputeti i parlamentit të asaj partie në Maltëzi u arrestua në Beograd. Ai u ndalua nga Agjencia Serbe e Sigurisë dhe Inteligjencës BIA gjatë një vizite në Serbi, raporton Vijesti. Arsyeja dyshohet se ka qenë shpërndarja në rrjetet sociale prej tij e imazheve nga protesta sot në Beograd. Më pas se zëvendës kryeministri për çështjet e jashtme dhe evropiane, Filip Ivanović, njoftoi se Vuković ishte i lirë dhe ishte rrugës për në Maltëzi. Ai tha se për këtë ishte informuar nga homologu i tij serb Marko Đurić. Mësohet se ai ishte në një vizitë private në Beograd dhe u ndalua teksa po dilte nga hoteli Hilton. Një burim i Vijesti, i cili është i pranishëm në paraburgimet e Vuković, tha se përpara ashensorit e kanë pritur disa persona me uniformë dhe 2 me rroba civile, të cilët ishin prezantuar si antar të BIA-s dhe e kanë ndaluar atë. Vuković u tha atyre se ai ishte në Beograd për të shoqëruar një antar të familjes që ishte atje për arsye shëndetësore. Vuković mbrëm ka shpërndarë në faqen e tij në Facebook një video nga protesta në Beograd.